Interesi për të vizituar Shkodrën dhe bukuritë e saj natyrore në këtë periudhë të vitit është rritur ndjeshëm. Rrugët kryesore të qytetit, po ashtu dhe zonat turistike të saj, vëre që po frekuentohen nga vizitorët e huaj. Sipas Drejtorisë së Turizmit në Bashkinë Shkodër kanë nisur edhe përnotimet për sezonin turistik. Në fillimin e prillit janë shtu kërkesat, ka një numër të rritur të sidomos të disa grupeve, përgjithsisht disa struktura akomoduese edhe i kanë mbyllur disa kontrata me operator të huaj, me gjerman, austriak edhe polak, që këtë vit ka një rritje në këtë target group, pra në këtë zonë. Grupe ditore ka sidomos fundjavave, grupe ditore dominojnë kryesisht nga Malizi, që janë disa paketa që ato i kanë edhe ballkanike, por Shkodrën për momentin ato grupe të fundjavave që frekuentojnë muzeet e Shkodrës janë nga Malizi, Kosova edhe Maqedonia. Pra, është shtuar edhe pra ardha pranverës ka bërë që fluksi të shtohet. Në këtë periudhë liçeni i Shkodrës, po ashtu edhe pikat turistike të saj janë më të frekuentuara në këtë ditë pranvere. Për sa i përket zonave turistike që Shkodra ka dhe disponon, Shiroka është një aset, po themi që Shkodra e ka, pra liçeni i Shkodrës, edhe aty ka një numër të shtuar, sidomos edhe janë shtuar edhe strukturat akomoduese, pra tregon që kërkesa nga të huajt është shtuar, edhe që në këtë fillim muaji ka patur një numër të konsiderueshëm të turistëve. Ndërsa investimet që po realizohen në Shkodër pritet të rrisin numrin e turistëve të huaj që do të vizitojnë Shkodrën gjatë këtij sezoni.